e cila ka disa kërkesa. Janë njësër kërkesa që kanë qenë të pranishme që për ditës së parë, indicia tek natyra dhe mbrojtja e saj, biodiversiteti, dhe më pas, me sa duket, për shkak të qeverisjes Rama, prej ditësh tashmë, ka një sër pak nëjësish nga ana e qytetarëve që ka bërë të dalin në protest. Kemi mundësin që të shquajmë me së lirë se sa banor ndodhen në këtë protest, se sa qytetarë janë me qindra mirat e tillë, të cilët tashmë i kemi të përhapur në zonat të ndryshme të Tiranës. Duhet të ritheksoj për teleshikuesit që pa diskutim që kjo e vështirëson punën e operatorëve sepse nuk mund të ndjekin korale deviacionet e tyre, megjithatë po bën një punë të jashtëzakonshme duke një qëndruar në kohë reale për të pasqyruar pamjet e drejtë për drejta të protestës kombëtare që zhvillohet në Tiranë që prej ditës së 10. Jemi me pamjet e drejtë për drejta në këto momente. Shohim qytetarët që nga zona e bllokut po dalin për në bulevard dhe po ashtu po vinë edhe nga zonat e tjera, siç është Bashkia e Tiranës, rruga Elbasanit, stadiumi dhe shohim tani që po ribashkohen sërish në të njëjtën pikë takim që ka nisur protesta dhe nis çdo ditë në orën 18:00 dhe vijon rreth orës 11:23:30, pa 11 të mbrëmjes. Shohim tani se si po i afrohen bulevardit, por shohim po ashtu që qarkullimi vijon lirisht mes për mes protestuesve. Kjo e ka vështirësuar në fakt edhe protestën e tyre sot. Shohim gjithashtu që operatorët ndjekin hap pas hapi në itineraret e tyre të pacaktuara. Është një protestë që nuk ka një skenar të mundshëm që mund të lexojmë lëvizjet e tyre dhe do duhet të mësohemi me ndryshimet që ata kanë her pas here dhe mënyrën se si zgjedhin prej ndoshta edhe euforizmit për të përhapur në forma të ndryshme, duke qenë që nuk ka organizator të cilët ti thrasin siç jemi mësuar në momente të tjera. Këtu ndodhemi përballë Toptanit. Shohim po futen në pazar të ri, zona e pazarit të ri që është e blinduar me qytetarë. Dhe kjo është zona e bulevardit më pas që po ribashkohen sërish në ditën thirrje për të ribashkuar në bulevard. Bashkimi i tyre e bën më të mundur krijimin e një gardi të pakalueshëm nga ana e makinave që të mund të vijojnë sërish të marshojnë nëse do të vijojnë deri në orën 23:30 të mbrëmjes. Megjithatë i shohim të mobilizuar sërish qytetarët, ishte thjesht një moment shpërndarje nga ana e tyre për të treguar revoltën edhe mes për mes trafikut të Tiranës në zona siç është zona e rrugës së Elbasanit apo zona e bllokut apo rruga e Kavajës, treni e shumë zona të tjera që njihen për trafikun edhe të mbrëmjes. Mirë, i shohim që po ribashkohen sërish përballë Universitetit Politeknik te kryeministria. Qytetarët zgjedhin të ribashkohen, ndërkohë i shohim edhe në një plan të dytë. Qytetarët arrin të shquajmë në këto momente. Shohim se ku ndodhen qytetarët, është një grumbull i madh protestuesish, janë të gjithë në Tiranë, thjesht të shpërndar në zona të ndryshme. Jemi tek zona e Toptanit në këto momente, shohim flamur të ndryshëm të cilët janë të pranishëm në këtë protest, pankarta dhe të gjitha grupmoshat janë në protest, një zëri për të protestuar që prej ditës së parë duke mos u larguar nga protesta. Me sa duket, në mos gaboj, jemi te zona e pazarit të ri këtu. Vjoj me thirrjet, me sa duket thirrjet janë për të ribashkuar sërish në shesh, në bulevard dhe për të vijuar marshimin e tyre. Është paralizuar sërish trafiku, është në anën tjetër që qarkullimi është bllokuar. I shohim me kartona në duar. Meqense për 36 vjet nuk na kanë dëgjuar asnjëherë, sot do të na dëgjojnë. Okej, po vjoj me fjalimet kanë përshtypje në këto momente në bulevard. I ndjekim vetëm pak çaste dhe i ndjekim hap pas hapi derisa të bashkohen të gjithë protestuesit. Jemi me pamjet e drejtë për drejta. I kemi të ulur në këto momente. A jeni dakord që kryeministri Rama t'jap dorëheqjen? Okej, vjojnë me thirrje, me sa duket skenari i tyre sot ka ndryshuar dhe operatorët janë munduar për të ndjekur hap pas hapi se ku shpërndan protestuesit. Teksa në një pjesë të bulevardit qarkullimi vjon lirisht, në pjesën tjetër përballë kryeministrisë, qytetarët janë ulur dhe po vjojnë protestën e tyre. I shohim të ulur të gjithë, të përbashkuar
me thirrje, a jemi gati për të vijuar sërish. Nesër më shumë, kjo ka qenë thirrja në fakt e ditës së parë dhe ka vijuar deri në ditën e 10 me protestues të qytetëruar, si shohim edhe me këtë pamje të drejtë për drejta, të cilat në fakt nuk kanë nevojë për koment sepse janë reflektimi një proteste të jashtëzakonshme të organizuar në kryeqytet. Ja tek shohim të ulur përballë kryeministrisë. Qindra mira banorë të cilët zgjedhin prej orësh të tëra të qëndrojnë të palëkundur në thirrjet e tyre dhe në një protestë masive e cila është thirrur fillimisht në rrjetet sociale dhe më pas me masivitetin e palëkundur, mund ta cilësojmë kështu sepse në asnjë ditë nuk janë lëkundur për të mos qëndruar të paktën deri në këto momente siç e shohim përmes pamjeve të drejtë për drejta, por nesër është thirrur një tjetër protestë edhe më masive se kjo. Populli vendos, është kjo thirrja e protestuesve, shohim... Edi Rama ka thënë të di se kemi quar shumë pika, se pas kemi quar 4. Ne themi se kemi vetëm 1, çfarë kërkesë kemi? Dorëheqje! 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 Ne në shesh në ka bashkuar një paru, dhe ajo është Rama Bur Berisha Bur, 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 Rama Bur Berisha Bur. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë, rikujtojmë të gjithë teleshikuesit që janë duke ndjekur ekranin e News 24, që protestuesit në këtë moment janë të shpërndarë dhe jemi tek pjesa e zogut të zi në këtë moment që po drejtohen drejt këtij destinacioni për të vijuar mes për mes makinave. Një moment ky në fakt që ka krijuar edhe ndarjen në protest me skenarin e tyre për të përhapur në zona të ndryshme. Një thirrje që na bën përshtypje që në fakt e kemi komentuar shpesh është, ju lutem, mos jepni mbeturina në rrugë. Dhe qytetarët shqiptarë kanë reflektuar se çfarë qytetarësh janë në këtë protestë, duke krijuar fytyrën e vërtetë të shqiptarëve që ndoshta për vite të tëra kanë qenë të paragjykuar për sjelljen e tyre, por kanë treguar dinjitetin e tyre dhe sjelljen më qytetare ndonjëherë në këtë protestë. Aty janë me mira qytetarë të cilët kur mbaron protesta nuk shohim asnjë gjë në tokë. Mirë. Jemi tek në anën e djathtë, shohim zonën e kryeministrisë me banorë të cilët po zgjedhin të largohen prej aty, nuk dihet se ku do të shkojnë, ndërsa në anën e majtë po drejtohen drejt zogut të zi. Kjo do të krijojë një kaos në fakt në këtë zonë, tepër të lakmuar dhe tepër të lëvizshme, megjithatë përmes pamjeve të drejtë për drejta me një panoramim në anën tonë të djathtë, shohim që qytetarët nga zona e kryeministrisë në bulevard janë duke u drejtuar në një tjetër destinacion. Janë të përhapur protestuesit në këto momente.
pa diskutim që operatorët tanë po i ndjekin APASAP-i në lëvizjet e tyre, të cilat janë të shpejta, të drejtë për drejta, me euforizëm, për të mos u ndalur në asnjë moment dhe për të vijuar protestën e tyre. Në këtë ditë të 10 të protestës, me një thirrje, populli vendos dhe me sa duket janë të palëkundur për ta vijuar protestën e tyre me të njëjtin intensitet siç edhe në ditën e parë. Ka qenë një thirrje në fakt para pak minutash për pankarta, të cilat mund të jenë edhe provokuese për të mos bërë të tilla dhe për të mos rënë pre e ngacmimeve. Në fakt, nga ana e protestuesve kanë qenë thirrjet e erpashershme këto. I shohim ndryshe se në çdo protestë tjetër që qytetarët kanë qenë në fakt aty thjesht për të protestuar, në këtë protestë këndohet, shohim njerëz të buzëqeshur, ja tek shohim të vrapojnë me flamurin shqiptar në duar dhe po ashtu të mbajnë pankarta që prej orës 18 duke mos u lodhur në një protestë të jashtëzakonshme për të krijuar këtë atmosferë në Tiranë dhe për të lënë një shije se si duhet të protestohet dhe se si mund të protestohet dhe se si njerëzit mund të bëhen bashkë në një moment të caktuar për të protestuar pa u ndalur. Është dita e 10 dhe duhet i falenderojmë këta njerëz që shndrojnë çdo ditë në protestë. Kryesia e Kuvendit, Zogu i Zi, dy zonat që ne po transmetojmë në këto momente, por kemi edhe akse të tjera me të tjerë qytetarë. Megjithatë, shohim dy rrugët kryesore, që është Kryesia e Kuvendit, bulevardi. Po shohim që po drejtohen, në fakt ndoshta do të bëjnë sërish itinerarin nga ana e Bashkisë së Tiranës, Toptani, pjesa e 15 Kaçi dhe për të dalë në të bashkuar ndoshta tek sërish në blok. Është një itinerar që e kanë ndjekur gjatë ditëve paraardhëse. Në Zog të Zi nuk kishin shkuar më herët, por me sa duket shumica e protestuesve është fokusuar për të përhapur në këtë zonë. Shohim vetëm pak çaste pamjet. Pankartave, protesta e mesazheve të forta, protesta e fjalimeve, protesta orëve të gjata, protesta edhe fëmijëve. Ajo që ka veçuar në fakt të protestë, i shohim qytetarët që po drejtohen fiks tek rrethi Zogut të Zi në këtë momente, nuk dihet nëse do të vijojnë në zonën e Laprakës apo do të afrohen tek Minepeza apo mund të shkojnë drejt 21 dhjetorit. Të shohim në cilat lagje do të shpërhapen, është dhe zona e Don Boskos, në megjithatë presin. Shohim pamjet e drejta. Rama jep dorëheqje. Ka qenë kjo një thirrje që mund të jetë kthyer edhe si një melodi, një zëri nga ana e protestuesve. Protestuesit janë duke marshuar nëpër rrugët e Tiranës, por gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur deri në ditën e 9 të tyre, ata zgjedhën të ishin të gjithë së bashku. Në ditën e 10 ka ndryshuar strategjinë e përhapjes. Me mira banor arrin të shquajnë, të cilët janë të përhapur në zona të ndryshme të Tiranës dhe një thirrje vjen edhe për ata që duan të lëvizin me makinat e tyre. Në këtë moment nuk mund ta bëjnë sepse Tirana është e paralizuar nga protestuesit. Sot mund të protestohet. Jemi pamjet e drejtë për drejta në këto momente. Shohim pankartat të cilat vijojnë, ja edhe qytetarët emocionuar, të cilët me flamurin shqiptar vijojnë të jenë në shpinën e tyre dhe të cilët vijojnë të pandalur në këtë orë të natës të protestojnë me të njëjtin vullnet që kanë pasur në fakt që prej ditës së parë. Nuk dihet itinerari i tyre se kur do të ndalojë dhe cila do të jetë pika e bashkimit, por ja tek i shohim njësoj të gjithë, ndonse në dy akse të ndryshme, njësoj për të vijuar me të njëjtat thirrje kërkojnë ndërheqjen e kryeministit Rama. Jemi me pamjet drejt për drejta të nderuar teleshikues, ora është 10:30 minuta, ne vijojmë të transmetojmë, do të transmetojmë APASAP-i të dyja momentet, pra kemi dy akse. Pjesën e Zogut të Zi dhe bulevardin, me sa duket tani janë tek zona e Tajvanit dhe po shkojnë drejt Bashkisë së Tiranës, ja tek e shohim lum protestuesish edhe në ditën e 10 të tyre. Me sa duket drejtimi i tyre është për të bashkuar në një pikë të përbashkët, pa diskutim, por kanë krijuar ndoshta strategjinë e tyre për të paralizuar disi trafikun në kryeqytet, ndonse ora në këto momente është 10:30 minuta. Dorëheqje, pankarta që arrim të shquajmë në këto momente me qindra banor të cilët me flamurin në duar i drejtohen edhe një herë të njëjtit itinerar. Kujtojmë që protesta ka nisur që prej orës 18 të pasdites dhe vijon me titin ritëm për të mos u ndalur dhe dëgjojmë thirrje broritje në shesh për të shndruar një zëri në një protestë kombëtare shqiptare 100%. Kujtojmë që protesta e nesërme
paktën nga thirrja e protestuesve, është një nga protestat më të mëdha të organizuara sipas tyre, do të jetë e tillë ditën e nesërme, që do të mbledh protestues nga çdo cep i Shqipërisë, kudo ku ka shqiptar dhe nga shtete të tjera që janë mobilizuar për të ardhur dhe për të mbështetur protestën e organizuar në Shqipëri, duke falendëruar edhe angazhimin e tyre që kanë pasur gjatë këtyre ditëve. Kanë qenë shqiptarë të ndryshëm në vende ndryshme të botës, në New York, në Gjermani, në Itali, në Greqi, ne kemi pasqyruar pamje të drejtë për drejta nga ana e qytetarëve që kanë zgjedhur për të protestuar edhe në këto shtete, aty ku shqiptarët në fakt, sipas studimeve, janë më shumë se që janë brenda territorit shqiptar. Do të shohim nesër se çfarë do të ndodhë, megjithatë fokusohemi tek mbrëmja e sotme, protesta vijon, qytetarët kanë një thirrje populli vendos. Rama në Burg, Berisha në Burg, kanë qenë thirrjet dhe kjo tregon që protestuesit nuk duan edhe opozitën të afrohet në këtë protest, nuk i kanë lejuar komponentët partijak, nuk kanë lejuar asnjë personazh partijak të influencojë dhe të jetë pjesë përbërëse e protestës së tyre. Po ashtu, ajo që arrim të theksojmë është që në këtë protest ka edhe qindra studentë të cilët ditën e djeshme zgjodhën që të kishin një pankart shumë domethënëse, nuk i keni larë sapet ende me studentët. Me sa duket janë të tensionuar. Në pamjen që kemi në anën e majtë të protestës, shohim qytetarët që janë në zogun e zi dhe po ashtu edhe makinat mes për mes tyre. Është duke u krijuar një kaos nga ana e protestuesve dhe personave që lëvizin me automjetet e tyre, po ashtu dhe me transportin publik. Në anën e djathtë jemi në Bashkinë e Tiranës në këto momente, afër ministrive, po shohim që po bëjnë të njëjtin hark për të ndalur më pas dhe për të shkuar drejt protestuesve për të mbledhur në të njëjtin vend. Mes për mes makinave, mes për mes qarkullimit rrugor, shohim qytetarët dhe patrullimin policor pa diskutim e shohim, arrim ta shohim përmes pamjeve të drejtë për drejta. Protestuesit zgjedhin që të protestojnë në dy lëvizje, njëra anë në anën e djathtë shohim që janë tek pjesa e Bashkisë së Tiranës, sheshi Skënderbej, dhe në anën tjetër arrim të shohim që janë tek zogu i zi. Megjithatë, do shohim se ku do të përhapen dhe ku do ta vijojnë angazhimin e tyre, mund të cilësohet si angazhim i drejt për drejt nga ana e tyre për të bllokuar edhe qarkullimin rrugor, një moment ku tepër i rëndësishëm për të kuptuar edhe shqetësimin e tyre. I shohim që futen mes për mes, do drejtohen tani drejt rrugës së Durrësit, kanë përshtypjen, po shkojnë drejt Mine Pezës në këto momente. Jemi pamje të drejtë për drejta, kjo është zona e Bashkisë së Tiranës dhe shohim qytetarët që zgjedhin të devijojnë aksionin e tyre. Pra zgjodhen rrugën e Durrësit në këto momente dhe kam përshtypjen që rruga e Durrësit drejt për drejt të çon tek sheshi Skënderbej, do të jetë ky pikë takimi i tyre dhe shohim edhe nga ana e grupit të dytë, nëse mund të ndajmë në dy grupe, megjithëse janë 3-4 grupe edhe nga rrugë të tjera siç është rruga e Elbasanit, ndoshta takohen tek sheshi Skënderbej për të vijuar aksionin e tyre. Është një pikë takim shumë i mirë nga ana e tyre për të ecur mes për mes rrugës së Durrësit në këto momente. Shohim edhe ekranin e News 24 në të gjitha baret dhe lokalet e Tiranës, duke ndjekur në kohë reale dhe të drejtë për drejtë protestën nga ana e qytetarëve shqiptarë që zgjedhin për të protestuar në ditën e 10 të tyre. Një moment ky tepër i rëndësishëm edhe për Shqipërinë për të reflektuar zërin e lirë të popullit për të protestuar. Është një drejtë e tyre për protestuar, është një drejtë e çdo shtetasit në çdo vend të botës për protestuar dhe për zgjedhur për të bërë revoltën e tyre qytetare në çfarëdo lloj forme. Ja tek i shohim në të dyja grupet, me flamurin e duar, pankarta të pandalur, kanë bllokuar qarkullimin rrugor në këtë rrugë. Arrim të shohim me sy të lirë të gjithë protestuesit, është aksioni i tyre i ditës së 10, një moment që i ka bërë bashkë ata për të protestuar pranë sheshit Skënderbej, shihni përmes titrave, dhe tek 21 dhjetori është grupi i dytë i protestuesve. Me sa duket, qëllimi i tyre është për të bllokuar edhe qarkullimin, megjithatë kemi parë përmes pamjeve dhe arrim të shohim që sepse do të arrinin të dëgjoni përmes zhurmave të makinave nëse do të kishte një agravim të qarkullimit rrugor, por shikojmë që
edhe ata që qarkullojnë përmes makinave janë bashkuar protestës duke i ndalur makina, duke i fikur dhe duke i shëndruar dhe duke i mbështetur protestuesit. Një moment ky për të kuptuar dhe për të bërë në krahasim me protestat e tjera ku bllokohet qarkullimi, zgjente protesta edhe agravoheshe situata dhe tensionoheshe ajo, përmes sa duket në këtë protestë ka një dallim shumë të madh, sepse edhe nëse bllokohet qarkullimi rrugor, qytetarët nuk zgjedhin për të shqetësuar, por i bashkohen asaj përmes brohoritjeve, ndalimit të makinës dhe gjithë shkaje tjetër. Ja tek e shohim, jemi tek 21 dhjetori, me flamingo në duar, pankarta, flamurin shqiptar. I shohim që edhe përmes makinave qytetarët janë të qetë dhe zgjedhin të marshojnë në formë të lirë. Kjo është revolta e tyre. Në këtë formë kanë vendosur për ta shfaqur edhe mbrëmjen e sotme, për të ribashkuar në një pikë të përbashkët më pas sërish, ndoshta në bulevard. Jemi me pamjet e drejtë për drejta në News 24, që prej orës 18 transmetojnë protestën më masive ndonjëherë të organizuar në kryeqytet. Ka nisur me fjalime të shumta nga ana e qytetarëve që jetojnë në Shqipëri, por ka pasur edhe emigrantë të shumë të cilët kanë zgjedhur të vinë, të presin biletën dhe të ndalen në këtë protestë masive për të bashkuar shqetësimet së qytetarëve shqiptar. Kudo ku ka shqiptar, flitet me gjuhën e protestës dhe janë ata të cilët bëhen bashkë në një ditë si kjo, në një mbrëmje si kjo, ku Tirana gëllon nga zhurmat dhe zërat e protestuesve. I shohim tani, jemi sërish tek 21 dhjetori, ata vijojnë të pandalur aksionin e tyre mes për mes qarkullimit rrugor, ndonse me vështirësi nuk e ndalin aksionin e tyre dhe vijojnë të jenë në të transmetim të drejtë për drejtë, shohim pamjet të drejtë për drejta dhe me brohoritjet e tyre, pankartat të nduar për të vijuar aksionin. Shohim një pamje të bukur, një qytetar që ka dalë nga makina dhe që i bashkohet protestës, është ajo që e thashë edhe pak minuta më përpara, që protestuesit ndonse janë duke i dhënë makinës, nuk i shqetëson fare që janë të bllokuar, por i bashkohen asaj në formën e tyre. Atë i shohim, qytetarët kanë ndaluar përshëndetjen protestuesit, sepse duhet ta theksojnë, ne kemi thënë dhe do e rifleksojmë që është një protestë teje qytetare, që ndoshta historia nuk e ka njohur më përpara. E shohim makinat që kanë ndaluar, në shqetësin protestuesit dhe në vorit e makinave të tyre. Në moment shumë interesant për të kuptuar që qytetarët nuk shqetësohen nga njëri tjetri, qytetarët e mbështesin njëri tjetrin dhe duan këtë protestë. Janë tek 21 dhjetori sërish në këto momente, i shohin të jenë kthyer në itinerarin e tyre, do të vijojnë të aksion, do të zgjasin ndoshta për minuta të tëra. Është krijuar një atmosferë në këto momente, ajo që është fare, diku përpara, makinat mbështesin, nuk shqetësohen për trafikun, mbështesin protestuesit, vjen në pamje të drejtë për drejta në News 24, vjen na ndiqni dhe do shfaqen hapësari protestën deri në mbyllje të saj. Kemi bërë të gjithë për ditës së parë dhe vjen ta bëjnë edhe në këto momente. Protestuesit marshojnë në rrugët e Tiranës duke krijuar atmosferë. Ka ndaluar edhe autobusin e UNAV-s në këto momente dhe zgjedhin qytetarët nga brenda transportit publik të përshëndesin protestuesit mes makinave të guximshëm. Është cilësuar si protesta e brezit të gjeneratës Z, një brez i guximshëm, me një dëshirë shumë të madhe për të sjellë ndryshimin në vend, me kërkesa të qarta, me pankarta që kanë pasur në fakt mesazhe të jashtëzakonshme, me një kreativitet të lakmueshëm nga çdo që i ka lexuar dhe i ka përdorur ndoshta edhe në rrjetet sociale për të krijuar atë frymën e një proteste të bukur, të paqë, të drejtë për drejtë, vetëm një brezi i cili është brezi telefonit, por brezi që mbledh shumë më shumë se protestat partijake. Kemi dëshmuar tani më këtë gjë dhe kemi arritur të kuptojmë se si mund të krijohet një protestë dhe se si mund të menaxhohet ajo në një brez i cili realisht do ndryshime. Mirë, shohim protestuesit të ecën mes makinave, është paralizuar trafiku tek qyteti. Dikush ka hapur muzikën në këtë momente, shohim një protestuese që ka dalë nga makina e saj dhe duar të roket protesta. Një moment shumë i bukur ky për të kuptuar që protesta mbështetet nga të gjithë në formën e tyre dhe mënyrën e tyre. Atë që shohim vajzën që i jep dorën protestuesve. Të qetë, makinat nuk po tentojnë të lëvizin, kanë ndaluar dhe po respektojnë protestuesit.
I shohim tani të drejtohen sërish dhe të njëjtit itinerar. Është ky grupi I parë, është dhe grupi tjetër që do t'i bashkohet protestës. Është protesta e buzëqeshjeve dhe momenteve të bukura, nuk shohim njerëz të mërzitur në këtë protestë, as të lodhur. Siç e shihni përmes pamjeve të drejtë për drejtë, arrim të shohim vajza dhe gratë të cilat janë të lumtura që kanë zgjedhur për të protestuar. Nuk I lodh kjo gjë, janë të vendosur, do të qëndrojnë këtu dhe thirrjen e kanë edhe për nesër në orën 18 në bulevard për të bashkuar me shqiptarët e Shqipërisë, kudo ku ka shqiptarë që jetojnë këtu, por edhe ata që jetojnë jashtë Shqipërisë. Edhe nga Kosova kemi pasur përkraje, kemi pasur folës nga shqiptarët e Kosovës, të cilët janë bashkuar një zëri me shqiptarët e Shqipërisë për të qëndruar të gjithë së bashku. I shohim mes për mes, arrim të shohim që janë drejt deri në fund të rrugës Grumbulli. Ky është rreshti final. Jemi tek 21 dhjetori në këto momente. Jemi tek kryqëzimi, ndoshta do të vjojnë drejt për të dalë më pas tek rruga e Kavajës dhe për të vijuar drejt sheshit Skënderbej, Myre Lidhse dhe për të bashkuar me pjesën tjetër të protestuesve. Në fakt janë duke ndjekur një itinerar që ka trafik. Kjo është zona me më shumë lëvizje edhe në këto orë të mbrëmjes, ndonse ora shënon 10:43 minuta, protestuesit janë shpërndar për të vijuar aksionin e tyre të pandalshëm në ditën e 10 të protestës. Protesta në fakt ka pasur artikuj të jashtëzakonshëm, komente të bukura edhe nga mediat ndërkombëtare. Shohim një qytetar që ka dalë nga makina e tij me flamur në dorë, proteston bashkë me qytetarët që kanë formën e tyre në të marshuarit, edhe personazhet që po japin dhe banorët që po japin makinave të tyre në këtë moment nuk janë as pak të shqetësuar, nuk po tentojnë të lëvizin, kanë ndaluar, respektojnë qytetarët për protestën e tyre dhe ky është një moment solidariteti dhe bashkimi me ta. Kanë qenë të shumta komente dhe në fakt nëse arrim të lexojmë çdo reagim të tyre, protesta nis në orën 18 me një bashkim nga ana atyre të cilët kanë mundësinë për të lënë punën në ato momente, por shohim që sa vjen dhe shtohet edhe në orët e mbrëmjes, me sa duket qytetarët lën punën, sepse kanë edhe angazhime të tjera dhe I bashkohen më pas protestës. Është kthyer në një trend të ditës dhe një detyrim moral për të mos e lënë atë dhe për ta kapur në çdo orë që ata kanë mundësi për të qenë pjesë e kësaj proteste. Duket që janë të ndërgjegjësuar në atë që janë duke bërë dhe në thirrjet e tyre të përditshme për të vijuar, për të qëndruar në protestë të pandalshëm. Kanë qenë dhe personazhe publik, influencer të ndryshëm, të cilët kanë zgjedhur për të bërë mesazhe të ndryshme, kanë komentuar, kanë analizuar protestën, kanë qenë të pranishëm edhe në studio televizive për të bërë thirrje të përbashkëta. Ja tek shohim makinat që kanë ndaluar dhe respektojnë protestën e qytetarëve. Jam e sigurt dhe teleshikuesit që janë duke na ndjekur po ashtu janë sigurt që nëse do të ishte një protestë partijake, nëse do të kishte këtë bllokim rrugësh, do të kishte një agravim situate dhe një tensionim të saj, por duket që qytetarët janë shumë të qetë edhe po e respektojnë protestën hap pas hapi, minut pas minuti, siç ne po e transmetojmë në transmetim të drejtë për drejtë News 24. News 24 ka qenë në transmetim që prej ditës së parë të kësaj proteste dhe do të vijojë deri në ditën e fundit për të mbështetur qytetarët shqiptar, të cilët janë të shumë në numër dhe zgjedhin të protestojnë për të drejtat dhe liritë e tyre në një shtet siç është Shqipëria, që ka dëshmuar në historinë e vet që ka pasur njerëz që kanë zgjedhur të tregojnë revoltën e tyre përmes protestave dhe fjalës mbi gjitha. Dhe kjo është një protestë, fjalëve të bukura dhe fjalimeve të jashtëzakonshme për dhënë mesazhe dhe për t'i bashkuar shqiptarët në një slogan të përbashkët që është mbrojtja e territorit tonë të përbashkët. I shohim me pankarta në duar, me qeleshe të pranishme edhe në kokën e tyre. Tradita është respektuar në të protestë. Flasin njerëzit edhe në Skype, I tregojnë njëri tjetrit protestën. Në ky moment I bashkimit dhe rrjetet sociale kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në fakt, ndonse shumë media nuk e respektuan këtë protestë. Rrjetet sociale kanë bërë të mundur që t'i bashkojnë këta qytetarë, siç e shohim sot të përbashkët në këtë orë të vonë të mbrëmjes për të qëndruar ndonse për hapur në rrugë të ndryshme të qytetit të Tiranës, nuk ka ndaluar, nuk ka qytetarë që vinë në drejtim të kësaj rruge. Shohim vetëm që ikin, pra vetëm bashkohen, janë të gjithë protestues. Ka pasur një thirrje shumë të bukur që në ditën e parë, që është çoni nga kafja, nuk mund të thonë çoni nga makina tani, sepse qytetarët do vijojnë protestën, do vijojnë rrugën e tyre, por po vijojnë protestën bashkë me ta sepse I kanë respektuar duke ndaluar. Ky është shansi. Shohim një qytetar që mban në dorë një pankart me flamur të kuqezi, të cilët qëndrojnë në duart e tyre.
qytetarët zgjedhin për të protestuar një zëri me të njëjtin mesazh. Mund të lexojmë edhe një sër pankartash të tjera që kanë zgjedhur të mbajnë në duar qytetarët qytetarë për protestuar. Mes për mes makinave çajnë kordonin e tyre dhe zgjedhin të protestojnë të pandalshëm qytetarët shqiptarë në protestën e tyre. Është ky momenti që është krijuar dhe një situatë në fakt autentike e kësaj proteste, të cilët të gjithë bëhen bashkë dhe kanë një qëllim të përbashkët, duke mos u shqetësuar për atë se çfarë po ndodh. Asnjë nuk shqetësohet për kaosin e kryer të trafikut, por duart trokasin në formë qytetare zgjedhjen e tyre për të protestuar. Ky është zëri i gjithëve ne, zëri i përbashkët të shqiptarëve që jetojnë brenda territorit shqiptar, shqiptarëve që jetojnë në qytetet e tjera të Shqipërisë. Ka pasur protesta në Korçë, ka pasur protesta në Gjirokastër, ka pasur në Vlorë pa diskutim, aty ku ishte piknisja e një shqetësimi, ka pasur protesta edhe në qytetet e tjera, siç ka qenë Fieri, dhe ne kemi transmetuar protesta nga Durrësi dhe protestat janë paralajmëruar që nuk do të ndalen as një ditë deri në arritjen e qëllimit të përbashkët që është ndryshimi i qeverisë. Jemi me pamje të drejtë për drejta në këto momente. Ora shënon 10:48 minuta, protesta ka nisur që prej orës 18 dhe qytetarët janë të palodhur për ta vijuar aksionin e tyre të një proteste kombëtare siç kjo është, dhe ajo që vlen për të theksuar është që kjo është protesta e të gjitha grup moshave. Kemi pasur edhe të moshuar të cilët kanë fotografuar, kanë kapur momente nga protesta, kanë folur në këtë proteste, ata të cilët kanë përjetuar ndoshta edhe protestat e tjera të cilat kanë qenë të dhunshme, që kanë pasur edhe incidente që kanë lënë shenjë në historinë shqiptare, por duket që kjo protestë ka thyer të gjitha mitet e mundshme dhe ka reflektuar edhe një herë dhe ka ndoshta mund ta cilësojmë si zhgënjimin më pozitiv të mundshëm që kishim humbur shpresën se mund të protestohej. Duket që makina 124 është bllokuar në këtë moment në trafik, nuk dihet nëse do të çaj kordonin e protestuesve. Është bllokuar makina e transmetimit, kalojmë pamjet e tjera. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në këtë momente. Shohim makinat të cilat janë krijuar varg, makina e 124 që po transmetonte tek rruga e mëparshme u bllokua, megjithatë ne do të vijmë të transmetojmë. Jemi tek rruga e Kavajës, në mos gaboj në këtë momente këtu. Janë qytetarët në korsinë e biçikletave, në korsinë e këmbësorëve, në korsinë e makinave, në të gjitha korsitë e mundshme është bllokuar me varg qytetarës që zgjedhin për të protestuar të pandalshëm në këtë mbrëmje të sotme, tepër atmosferë e bukur e krijuar në Tiranë, kanë dashur që përveç bulevardit dhe marshimit të dieshëm që ishte i unifikuar, ta përhapin atë për të krijuar edhe idenë dhe për të lënë edhe shijen tek të gjitha lagjet dhe rrugët kryesore të kryeqytetit. Kryeqyteti mbledh çdo ditë në orën 18 qindra mira protestues të cilët zgjedhin për të protestuar në formën më qytetare të mundshme. Protesta edhe e fëmijëve, dhe para pak ditësh ka qenë një pankartë e një fëmie që thoshte organizatori jam unë. Duart trokitje në këtë protestë, shohim banorë të cilët kanë zgjedhur të ndalojnë për t'i parë, për t'i duart trokitur. Rikthehemi edhe një herë me pamjet e drejtë për drejta të pak minutave më përpara në anën e Majt, aty ku edhe makina u bllokua pak më herët, e kemi thënë që është shumë e vështirë të protestosh në këtë formë, po jo e pamundur për ata që zgjedhin për të protestuar. E vështirë sepse makinat vjojnë qarkullimin, ndërkohë protestuesit vjojnë marshimin e tyre. Jemi me pamjet e drejtë për drejta, hap pas hapi, minut pas minuti, i transmetojmë ato në ekranin lider të informacionit dhe të transmetimeve të drejtë për drejta News 24. Shohim protestuesit të cilët ndonse të shpërndar, janë aq të shumë në numër sa që krijojnë grumbuj shqiptarëve që protestojnë. Dhe ajo që në fakt mua personalisht më bën vështirë në këtë protestë, është protesta e njerëzve të lumtur, janë të lumtur që protestojnë, janë të lumtur që duan të sjellin ndryshimin në Shqipëri. I shohim të kërcejnë, i shohim të këndojnë, ka pasur muzikë me motive shqiptare. Nga makinat e të gjitha atyre që lëvizin, shohim një mbështetje masive, duart trokitje nga ana e personave që i japin automjeteve të tyre. Ndonse kjo është edhe pak e rrezikshme për protestuesit, megjithatë ata kanë ndërmarrë rrezikun më të madh në histori që